Në këtë episod të veçantë të Radio Klasës, ju ftojmë të dëgjoni një intervistë me një të moshuar, një dëshmitar I heshtër I historisë të jetës dhe I kohëve që kanë kaluar dhe një burim I pashtershëm I mençurisë. Përmes kësaj bisede të ngrohtë dhe të sinqertë, rikthehen kujtime nga fëmijëria, jeta E dikurshme, vlerat familjare, puna, sakrificat dhe dashuria për njerëzit. Ky episod nuk është thjesht një intervistë, por një udhëtim në kohë, ku tradita, përvoja dhe kujtesa kolektive marrin zë. Një dëshmi se sa e rëndësishme është të dëgjojmë atë që kanë jetuar më shumë, për të kuptuar më mirë rreth vetes, por dhe të ardhmes tonë. Na tregoni pak për veten, nga jeni, ku jetoni, cili është profesioni juaj? Unë jam arktip e Poshit, prej qytetit Kukshit. Linda në një fshat të thejat të Kukshit, Lusën. I datinës 1988. Kam punu nga Sim. Kam qenë mësues matematike për 8 vjeçare. Me tregu të që për shkollën dhe për mësimin që kena po atëherë, është shumë gjatë. Por do të thomë vetëm me diçka. Ne në përgjithësi mësues asaj kohe kena pas punu me motën. Se kalojmë pa me itë, në qofë se nuk t'i një lamë. Pra asë nuk të kalojmë, asë mund të kalojmë glasë. Çdo të thotë kjo, që ju se merë me, do të thotë që në qofë se me e lamë në glasë, se në lamë se du të mësëmë. Edhe me e kalu, du të mësëmë. Mota jonë ishte vetëm me mësuar tonë. Që të kaloj. A ju dallon dikush me njëherë nga e folura se jeni nga veriu? Si. Po. Me njëherë dallon. Edhe tash I kur fula unë, edhe tash më dallon. Edhe ai që ato më dëgju tash. Edhe të që më dëgjon. Dallon disa kam se kanë me disa shpreje të veriut. Kanë me disa. A mund të na tregoni disa fjalë të vjetra të zonës suaj që mendoni se nuk po përdoren më në ditët e sotshme? Fjalë të vjetra ka boll gjuha shqipe. Po gjuha shqipe ka shumë fjalë të pazume. Domthonjë sepse janë të pazuar nga turqit, nga slavët, nga romët, nga fjalë perëndimorët dhe këto fjalë janë huazu si rezultati I pushtimit që ka pas Shqipëria. Edhe këto fjalë turke quhen si fjalë tjera shqipe, po si janë fjalë tjera shqipe këto. Ka fjalë tjera shqipe, po si nuk përdoren. Ne për shembull mund të thonë vetëm një anekdotë që përdoren atë kohën, ka një kare. E pyesnin për shembull mikun. A bën e bereqet? Ai thotë, mill far e gjerë far. Munim gjerë e kashta qarë. Pra fjalët nxjerr dhe qarë janë fjalë shqipe të vjetra. Ose për shembull akşam, sabah, janë fjalë turke këto. Ose okolla, si mi thonë me një lafë okollane, okolla është fjalë slave. Pra kanë me të fjalë që ju vazume, por fjalë të shqipe të vjetra ka. I ka në gjuhën. A mendoni se këto fjalë po humbasin? Tashin shumica e këtyre fjalëve kanë humbur. Sepse ka filluar gjuha letrare, gjuha sistemuar, gjuha letrare.
shkollën ose kur po shkollë, e mësën gjuhën letrare. Pra lingua letrare nuk e përfshin këto fjalë letra. Ka më shumë. Në fjalës për shembull, fjalë në gjuhën tonë, ne i thoi majër. Kurse këtu i thot mirë, fjala letrare, gjuhën letrare, i thot mirë. Pra janë disa fjalë që ndryshe kam është në kohët në Sipër, Marsi e thënë është. Populli i Veriut dallohet për traditat dhe këngët e shoqëruara me lahut. Gjithë populli shqiptar dallohet nga lufta që ka bërë. Jo vetëm Veriu. Jo vetëm Veriu, po dhe ju ka traditat e veta. Edhe ne kemi traditat tona. Edhe ne kemi luftuar kundër turkut, kundër serbit, kundër bullgarit. Pra, kundër italianit, kundër gjermanit, kundër austriakut, e shumë pushtuesve që ka dhe kanë luftu. Dhe këtë tradita i ka pas edhe populli Veriut, dhe këtë tradita i ka paraqit në për këngë, i ka paraqit në për legjendat veta, si këngë Temrije, si këngë Borrije, si këngë për shembull, atë kreshnikësh, që kena pas edhe kreshnik për shembull, si këngë e ati Muja dhe Halilit, janë këngë kreshnike, që i kënon të zona ju. A mund të na flisni për këto tradita dhe këngët që dëgjoheshin dikur? Lufta që bënte populli i kanë në stonë, po edhe gjithë Shqipërisë, paraqiteshin pasqyroshin e këngë. Këngë patriotike. Edhe të ne përpara në kohën e vjetër, këngët kënoheshin pa mete, pa vejla. Kurse më vonë hyri qeftilinja të ne, sharkia. Kurse da hupë nëse kena përdorë në zona jonë. Jo në ka pas zona mbërësisë madhe, Ropoja. E këtë këngë që kënoheshin për shembull, i kënoheshin popullit, i kënoheshin temave, kënoheshin dëshmorë që kena në luftë. Për shembull, në zonën tonë kemi këngë që kanë njerëzit patriotët që kanë luftu kundra serbit me Ramadan Daskotin, Ramadan Selmon, Mirze Pasani, Ramadan Shegun, Islam Svahi, e shumë dëshmorë që tema tjerë që kanë rënë luftë kundra pushtuesve. Mbrapa kemi luftë nacionale shqiptare, edhe kjo oran italian me gjerman kanë rënë dëshmorë. A nuk kishte muzikë me zë të lartë, por kishte njerëz që këndonin? Këtë e thashun, se njerëzit dikush këndonte, vetëm pa mjetë, pa mbegje fare. Vonë kanë dalë mbegja për shembull kjo qeftilinja e sharkia, apo lahuta zonë e Marsis madhe. Këshin pa këngë, edhe vetëm ndishin atje, këshin pa vejla. Çfarë do të thoshin të rinjve sot? Të rinjt kanë dhe që, për shembull, mos i humbin të zhurmë të këtine traditave që i ka populli. Jo vetëm traditat e Veriut, por të mësohet tradita e Jugut, ai i Jugut të mësohet Veriut, i Veriut të mësohet Jugut, edhe në fund fare të mësohen traditat e Shqipërisë, e traditat e hershme të popullit shqiptar, që po kriju Shqipëria për shembull. Dhe deri më sot. A mund të ecin para këto fjalë nga Veriu? Si thot ju, mund të jetë. A mund të ecin para këto fjalë nga Veriu? Nuk është, nuk kemi dalluar nga Veriu nga Jugu. Ajo tradita e Veriut ka Veriut traditat vetat. Edhe Jugu ka traditat vetat. Edhe Jugu ka luftuar kundra grekët e kundra turkut e gjatë që i ka pasur kufi. Por edhe këto tradita i ka mbajt. Pra edhe Jugu.
Po këto, drejtë e trive tonë është që të mësohen të tradita. Mësohen, për shembull, ai që janë nga jugu të mësohet të veriut, ai që janë i veriut të mësohet jugu. Pse mendoni se është e rëndësishme të ruajmë fjalorin? Pra, dhe më rëndësishme shumë më rëndësishme sepse në qoftë se humbi fjalorin, fjallori është një pjesë e gjuhës, po humbe gjuhën, atë ke humbe e komin. Si tu më shkomin ke humbe tradin tonë, ke humbe familje, ke humbe atë edhe shuar shqiptar. Për ne, kjo gjuhë e kjo tradit të ruhet, që më zhdukë është si popë. Për ne në Shqipëria, 500 vjetë turku e ka poshtu, e gjuhan Shqipe nuk ndryshoj. Faleminderit shumë për intervistën. Ky episod i Radio Klasës na rikujton se zëri nuk është thjesht një titull, por kujtesë, përvojë dhe një jetë e jetuar. Përmes intervistës me një gjysh, unë dalëm për një çast, për të dëgjuar jo vetëm fjalët, por dhe peshën e kohës që atë mbajti. Në këtë bisedë thjesht e të sinqertë, brezi i ri u përball me një realitet tjetër. Një kohë ku vlerat ndërtoheshin mbi durimin, punën, respektin dhe lidhjet njerëzore. Ishte një takim ku e shkuara dhe e tashmja bashkuar në një dialog të qetë, duke na kujtuar se rrënjët janë po aq të rëndësishme sa degët. Episodi dëshmoi se Radio Klasa nuk është vetëm një hapësirë komunikime, por një ujë ndërmjet brezave, ku fjala e të moshuarit merr kuptim të ri dhe kthehet në mësim dhe jetë për nxënësit dhe dëgjuesit. Në fund, ky episod na fton të reflektojmë, të dëgjojmë më shumë, të vlerësojmë fjalën e urt dhe të kuptojmë se çdo rrëfim i tillë është një pasuri që duhet rikujtuar dhe ruajtur. Mirë takofshim në episodin e radhës.